Nuk mund të themi që rrezikohet jeta e bebes se vajte në plazh, sepse është too much, domethënë i bie që i trëmbim dhe nuk na vete asnjë grua në plazh pastaj. Ndërkaq ka nevojë që të bëjnë plazhin, ka nevojë të marrin rrezet e diellit, të sintetizojnë vitaminën D, po ka nevojë të relaksohen, po ka nevojë të marrin jodin, po ka nevojë të prekin rërën me këmbë sepse është një lloj relaksi dhe një lloj shkarkimi i komplet lodhjes vjetore, sepse i pret përpara lindja, i pret përpara pagjumësia që do lindi bebin, pra e meritojnë të bëjnë ca pushime përpara lindjes, sepse ka një vit shumë të lodhshëm përpara rritjen e bebit. Që kështu ne u rekomandojmë gjithmonë pacientëve tona që të bëjnë plazh, të bëjnë pushime, të bëjnë plazh, të bëjnë pushime sepse jo domosdoshmërisht pushimi përkthehet në plazh. Mund të vesh në pishinë, mund të vesh në det, mund të vesh në mal, po dhe kur vete në mal, ti vërtet mendojnë që e freskët, po dielli një lloj ke. Në kuptimin, pra mekanizmi se si ti e merr energjinë dhe se si ti skuqesh dhe digjesh, se si ti dehidrohesh është i njëjti. Thjesht nuk e ndjen atë nxehtësinë e madhe sepse je në lartësi më të mëdha mbi nivelin e detit dhe të duket sikur është më freskët, por ato rezatimin ti në mënyrë të një llojit e merr dhe në mal dhe në det.